Ju lutem të gjithë ngrihuni në këmbë për himnin e flamurit. Ju falenderojmë përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj kaq masive në këtë takim që Partia Demokratike e Degës Belgjik organizoi. Unë jam Denisa Nela, antare e kryesisë dhe kryetare e Forumit Gruas Degës në Belgjik. Kemi këtu pranë nesh kryetarin e Degës Partisë në Belgjik, zotin Agim Sheta, dhe në kryetarin zotin Sokrat Hoxha. Na nderoi me pjesëmarrjen e tij sekretari i përgjithshëm i partisë, zoti Flamur Noka. Dhe deputeti i Parlamentit Shqiptar, zoti Bledion Nallbati. Do t'i kalojmë fjalën e rastit kryetarit së Partisë Demokratike, zotit Agim Sheta. Të nderuar zonja dhe zotëri, të nderuar bashkëdhetar. Është një nder shumë e madhe të jem sot para jush në këtë takim të rëndësishëm të diasporës shqiptare në Belgjik. Ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj, që tregon se sa shumë e doni Shqipërinë. Sot jemi mbledhur për të diskutuar për të ardhmen e vendit tonë dhe rolin tonë si pjesë e diasporës. Me zgjedhjet që po afrohem, kemi një mundësi të madhe të marrim pjesë në të ardhmen e Shqipërisë, duke votuar dhe duke dhënë kontributin tonë. Këtë vit, më shumë se kur, roli juaj është vendimtar. Në maj të vitit 2025, Shqipëria do të zhvillojë zgjedhje të rëndësishëm dhe për herë të parë mundësia e votimit për diasporën është një hap drejt përfshirjes mes të madhe të të gjithë shqiptarët pavarësisht se ku ndodhen. Diaspora shqiptare ka treguar gjithmonë se është një forcë e madhe. Me punën tuaj edhe me arritjet tuaja keni nderuar jo vetëm veten, por edhe Shqipërinë. Ju keni treguar se si mund të kontribuojmë në shoqëri ku jetojmë, pa haruar adheun tonë. Por kontributi ynë nuk duhet të ndalet këto. Si shqiptar kemi një detyrë të ndihmojmë Shqipërinë të zhvillohet. E drejta për të votuar është një mundësi që të dëgjohet zëri ynë dhe të ndikojmë në të ardhmen e vendit tonë. Prandaj, ju ftoj të gjithë të regjistroheni për të votuar dhe të jeni gati për zgjedhjet që po afrohen. Të nderuar bashkëdhetar,
Sot kemi nderin të kemi mes nesh zotin Flamur Noka, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe deputet të Kuvendit të Shqipërisë, dhe zoti Bledian Albati, deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Prania e tyre tregon sa shumë vlerësohet diaspora jonë dhe roli i saj për të sjellë ndryshime. Të dashur bashkëdhetar, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Le të bashkohemi dhe të tregojmë se diaspora shqiptare është një forcë e madhe për të ndihmuar dhe përmirësuar të ardhmen e Shqipërisë. Faleminderit. Tani do t'ja kaloj fjalën zotit Bledian Albati. Faleminderit. Të nderuar miq, bashkëdhetar, falenderit për prezencën tuaj këtu. Është të takosh kaq shumë shqiptar, kaq shumë bashkëdhetar këtu, është një kënaqësi shumë e madhe, por nga ana tjetër është edhe një keqardhje e madhe. Është kënaqësi shumë e madhe sepse shohim se si ju me mund edhe me djersë, me punë, ja keni arritur të ndërtoni një jetë të re këtu dhe të keni suksese kudo në të gjitha fushat e jetës. Dhe për këtë ju falenderojmë shumë sepse e keni nderuar Shqipërinë. Keni ngritur lart emrin e Shqipërisë. Jeni ambasadorët më të mirë që ka Shqipëria. Falenderit shumë për gjithë kontributin tuaj. Por nga ana tjetër, për ne është një keqardhje shumë e madhe, sepse shikojmë këtu që ka kaq shumë të rinj, kaq shumë djemë dhe vajza që do duhet të punonin dhe të kontribonin për të ndërtuar Shqipërinë dhe që i kishin gjitha mundësit për ta bërë. Por për fat keq, vendi jon, vendi juaj, ai vend që ju ka detyrime, ku u lindët dhe derdhët djerë se mund për një pjesë të jetës, ju detyroj të largoheni. Ndaj, sot, në këtë moment, ju, edhe pse jeni larg, e keni mundësin që ta ndryshojmë Shqipërinë. E keni mundësin që me kontributin tuaj në zgjedhjet e 11 majit të largojmë të qeverit korruptuar, këtë qetë ajdutësh dhe banditësh që kanë marrë peng vendin. Shqipëria i ka të gjitha mundësit, i ka të gjitha resurset dhe me punën dhe mundin tuaj, me aftësit tuaja dhe të atyre tjerve që janë kudo në botë, por edhe ata shqiptarë të ndershëm që janë në Shqipëri, ta bëjmë atë vend një vend të jetueshëm. Nuk po themi që do të bëhet një vend i mrekullueshëm në kuptimin që do të pasurohen gjithë njerëzit me njëherë, por ta bëjmë atë një vend ku çdo shqiptar të ketë mundësinë të jetojë me dinjitet. Dhe Shqipëria i ka të gjitha mundësit, me punën dhe me djersën tuaj dhe me kontributin tuaj patjetër që mund të bëhet. Po shikoja pak, po lexoja një artikull që fliste për takimin e Taulant Ballës në Toronto. Në Michigan e kishin përcjell mirë, po dhe atje besoj shqiptarët do t'ja japin përgjigjen. Dhe thoshte, posh komunistat. Dhe thoshte, ne nuk jemi më të mirët, po më të mirë se ne nuk ka. Po patjetër, në qoftë se flasim për vjedhje dhe grabitje, janë më të mirët. Në qoftë se flasim për shkatrimin e Shqipërisë, janë më të mirët. Në qoftë se flasim për shpopullimin, kjo sallë tregon më së miri që janë jo komunista dhe socialista, po specialista, si që ka thënë ndjeri Pjetër Arnori. Ndaj miq, me shumë respekt dhe prullësi, ju lutemi ta ndihmojmë të gjithë së bashku Shqipërinë, të kontribojmë të gjithë së bashku në këto zgjedhje, ta shpëtojmë Shqipërinë nga komunistat, sepse i rëzuam njerë në 91-shin, na u rikthyen bitë e tyre më të këqij se ta. Shqipëria ka nevojë për ju. Shqipëria ka nevojë për ju, të gjithë së bashku do t'ja dalim. Suksese dhe fitore. Nderuara zonja
zotrinj, dashur miq, bashkëadhetarët tanë, një falenderim dhe një mirënjohje të pakufishme për këtë pritje kaq të ngrohtë, kaq emocionale, sinqerisht është një pritje që as e kishim menduar, është një pritje që të bën jo me emocione, po të bën që të ndihesh bozhli pafund ndaj jush, vëllezër dhe motra që përfaqësoni diasporën sot në Belgjik dhe në Europë. Dua të shfrytëzoj këtë moment para se të nis fjalën time për t'ju përcjell një përshëndetje të përzemërt të kreut Partisë Demokratike, të liderit opozitës, profesor doktor Sali Berishës. Për ju, vëllezër dhe motra, dhe nëpërmjet jush, por çdo shqiptar që ndodhet në Bruksel, në qytetet tjera të Belgjikës, dhe t'ju themi që sot vendi juaj, vendi ynë, i ka syt ke ju. Ju, diaspora, jeni sot shpresa jon për ndryshimin. Jeni shpresa e shqiptarëve për të rikthyer Shqipërinë në rrugën normale drejt Europës, rrugë e ndërprerë nga bandat dhe narkotrafiku i Edi Ramës. Të dashur vëllezër dhe motra, ju jetoni çdo moment me Shqipërinë mëm. Gjendja në Shqipërinë tonë dhe tuaj në bashk është emergjente. Ju patjetër i keni ndjekur dhe vëzhguar të gjitha zhvillimet. Por sot disa gjëra ne do t'i ndajmë bashk, sepse duke biseduar, duke trajtuar hallet dhe problemet e vendit tuaj, të familjeve tuaj atje, të njerëzve tuaj atje, të shoqërisë tonë atje, ne do të mundet të ndërtojmë një rrugtim shprese për vendin tonë. Ne sot në Shqipëri kemi një regjim, aq edhe më keq, kemi një narko regjim. Ne sot në Shqipëri nuk kemi një kryeministër, siç ka Belgjika, siç ka çdo vend i Europës. Jo. Ne kemi një narko kryeministër. Ne nuk kemi një qeverisje, po kemi një narko qeveri. Kemi një njeri në pushtet që premtoi dhe çdo premtim e shndroi në mashtrim. Ne kemi një njeri që largoi për 12 vite 1.100.000 shqiptar nga tokat e tyre, nga shtëpitë e tyre, nga familjet e tyre. Ne kemi një njeri sot i cili ka si objektiv vetëm një gjë, të rënoj, të shkatroj Shqipërinë, ta shpopulloj atë dhe pastaj ta kthej në një parcel eksperimentale për projektet e George Soros dhe të mafjes së tij, që Shqipëria të kthehet tokë e djegur për shqiptarët dhe të bëhet parajsa e trafikantëve dhe e mafjes ndërkombëtare të George Soros. Ju e mbani mend, në 2013 premtoi 300.000 vende pune Edi Rama. Dhe ja ku jeni sot. 1.100.000 prej nesh janë në Bruksel, në Belgjik, në Gjermani, në Holland, në Luksemburg, në Itali, në Danimark, në Norvegji, në të gjithë Europën. Shëndetësin falas ju tha shqiptarve. Ai ju azëvendësoi me bizneset e kushirës ti, Vilmanushit dhe të Rapajt. 430 milion euro. Taksa të shqiptarve të familjarve tuaj i bëri rrushe kumulla për check-upin e Vilmës që burrat i nxirrte shtatzën dhe gratë i nxirrte me prostap. Kjo pra është shëndetësia e Edi Ramës në Shqipëri. Rendin dhe sigurinë vëllezër dhe motra. Në Shqipërinë tonë Edi Rama e zëvendësoi me bandat dhe me krimin e organizuar. Sot vendi ynë është i vetmi vend në botë
që drejtorin e policisë shtetit nuk e propozoj dhe nuk e emrojnë vullnetet politike të shqiptarëve. Jo, e ka emruar krimi organizuar. Drejtori i policisë sot në Shqipëri është përfaqësues i mafjes. Ka gjë më të rëndë se kjo. Këto po i bën Shqipërisë dhe shqiptarëve Edi Rama. Edi Rama në Shqipërinë tonë, vëllezër dhe motra, politikat e zhvillimit i shndroi në vjedhje. Edi Rama, menaxhimin e taksave të familjarëve tuaj të shoqërisë shqiptare e shndroi kryekput në një hajdutri. Edi Rama është sot në pushtet, jo se e voton shqiptarët. Jo, Edi Rama sot është në pushtet, sepse në pushtet e mbajnë trafikantët e drogës dhe krimi organizuar. Edi Rama është ai që ka rënuar më shumë se kushdo tjetër në këto 34 vite imazhin e Shqipërisë dhe shqiptarëve kudo në botë. Sepse Edi Rama, në vend që të promovonte në pushtet vlerat e një shoqërie për ta qeverisur dhe për ta përfaqësuar atë shoqëri, ai promovoi narkomiqtë e tij dhe i ktheu Shqipërinë nga një vend europian në një vend që të gjithë thonë Albanistan. Pse? Sepse në Shqipëri droga është pushtet, korrupsioni është pushtet, krimi është pushtet dhe vetëm qytetari nuk është në pushtet. Kjo është Shqipëria e Edi Ramës. Drejtësinë, vëllezër dhe motra. Drejtësinë, vëllezër dhe motra, e shndroi në një narkodrejtësi, ku prokuroria dhe gjykatat nuk japin drejtën familjarëve tuaj atje dhe qytetarëve shqiptar. Jo, 150.000 dosje flejnë në përsyrtarët e gjykatave në Shqipëri. Një pensionist sot në Shqipëri që të ankimoj për një të drejtë të tij duhet pres 20 vjet. Kjo është pra, ndërsa skapjen e partisë nuk e ka si një organizat që duhet luftoj krimin e korrupsionin. Jo, e ka shndruar në një organizat kriminale që duhet luftoj vetëm opozitën. Kjo pra është shëmbëtyra, fytyra e regjimit të Edi Ramës. Integrimin, vëllezër dhe motra, që ishte synimi kryesor i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, e shndroi në Ballkan të hapur. Pra, Brukselin si destinacioni përfundimtar i kombit shqiptar, ai e ndroi me Beogradin e Vučićit. Ky është Edi Rama. Ndaj ne sot duhet të ngrihemi dhe ta rrëzojmë atë. Premtoi investime të huaja dhe çfarë bëri realitet. Ai bëri të pa imagjinueshme. Atë që s'do guxonte askush, as vetë merhumi, diktator i dikushëm nuk guxoi ta bënte këtë gjë. Ktheu në investitor strategjik. Burrat e ministreve, apo gratë e ministrave, apo edhe në një karagjoz ekranesh televizive, nga pa buksa, i shndrojnë në miliarder me termin investitor strategjik, duke rrëmbyer pronat shqiptarëve, duke rrëmbyer pasurinë e shqiptarëve. Ai ka vetëm një mision, të vjedhë, të rënojë dhe të shpopullojë Shqipërinë. Është koha që ne t'i themi ndal. Është koha që ju me votën tuaj të bllokoni rrugtimin e Shqipërisë drejt Asgjikundit dhe ta rikthejmë në rrugtimin drejt Europës, drejt Brukselit si kryeqendra e Europës. Të dashur vëllezër dhe motra, pensionistët, prindrit tuaj, vëllezërit dhe motrat tuaj atje, për 12 vjet i ka ndisi njerëzit më të rënuar,
më të shfrytzuar, njerëzit i ktheu në njerëz të mjeruar. Pse? Sepse ky njeri nuk e ka kur njeriu në lirë dhe të thjesht në vëmendje të tij. Ai nuk e njeh konceptin e njeriu të lirë, e njeriu që ka parime dhe vlera njerëzore. Jo. Ndaj ai sot mburret sepse thot kam 8 miliard 8.2 miliard euro buxhetin. Por po ju themi sot këtu, ai më shumë se gjysmën e këtij buxheti bashkë me bandën e tij e vjedh dhe vetëm e vjedh. Dhe kur nuk e kthejnë në të mira materiale për shqiptarët. Pensionistët, siç thash, sot janë shumë më keq se ç'kanë qenë, sepse pensionet në Shqipëri nuk rriten. Rrogat nuk rriten. Kur Sali Berisha dhe qeveria e tij dorëzoi pushtetin, këtij narko kryeministri, Shqipëria ishte vendi me rroga të mesme të larta dhe ja kalonte Rumanisë dhe Bullgarisë 2 vendet të Bashkimit Evropian. Shikojeni ku është sot. Rumania dhe Bullgaria kanë 10 herë më shumë më të larta rrogat se sa Shqipëria. Pse? Sepse janë vende që janë qeverisur dhe janë zhvilluar. Shqipëria jon ka shkuar poshtë e më poshtë. Pse? Sepse nuk drejtohet nga vullneti shqiptarëve. Drejtohet nga vullneti i narkosit. I narkosit dhe i narkosit. Ndaj, vëllezër dhe motra, e dim shumë mirë që ju ka rënë barra. Atë që duhet bënte qeveria e vendit ton për prindrit tuaj atje pensionist, e keni bërë ju. Varfrin si plagë të rënd sociale në Shqipëri nuk e ka luftuar qeveria. Jo, ajo përkundrazi, vetëm e ka shtuar. E keni luftuar ju. Ju me remitancat tuaja. Ju keni paguar para nga djersa juaj, nga mundi juaj, nga sakrifice juaj, për të mbajtur atje nënat dhe baballarët tuaj, motrat dhe vëllezërit tuaj, familjarët tuaj, të afërmit tuaj. Pra ju keni mundur të mbani atë shoqëri pa u asimiluar, atë shoqëri pa u shuar, dhe jeni ju që sot jeni ju diaspora, që sot do të jepni zgjidhje Shqipërisë. Çdo shqiptar sot i ka sytë tek ju, sepse ju jeni njerëz të lirë. Dhe Shqipëria këtë ka nevojë sot më shumë se kushdo. Që të jetë e lirë, ka nevojë për kontributin e njerëzve të lirë, ka nevojë për kontributin e diasporës. Sot, vëllezër dhe motra, ne jemi para një momenti historik. Sot është koha që këtë të keqe të madhe që ka kapluar vendin ton ta ndalim. Dhe kjo duhet ndalet. Sot një ditë e re, një ardhme e begat dhe ndritur e pret Shqipërinë. Por ajo që të bëhet realitet pret kontributin tuaj, pret investimin tuaj të çdo njërit për jush, që jeni këtu dhe ata që nuk janë këtu. Zgjedhjet e 11 majit janë procesi që do të ndaj 2 epoka. Do të ndaj epokën e narkosit, korrupsionit dhe të krimit organizuar me epokën e zhvillimit dhe të integrimit europian të Shqipërisë. Unë jam shumë krenar për kontributin e degës Partisë Demokratike këtu në Bruksel. Sigurisht që ne jemi mirënjohës çdo shqiptari që është këtu dhe në çdo vend të Europës dhe të botës. Sepse sot ne kemi nevojë që të flasim me ta dhe t'ju themi që e drejta kushtetuese e votës e mohuar prej kaq e kaq vitesh do të bëhet realitet fal luftës
dhe këmbguljes së Partisë Demokratike dhe kryetarit saj, profesor doktor Sali Berishës. Me këtë akt që iniciuam, ne e menduam se, duke e rikthyer drejtën e votës, një të drejtë të nëpërkëmbur tuajën, do të shënojmë hapjen e parë të rikthimit tuaj në adheun tuaj, po jo në këtë adhe që ka katandisur Edi Rama, por në një adhe që tjetë identik, i zhvilluar, madje edhe më shumë, se adheu i dytë ku ju jetoni. Ne me këtë ne mendojmë se duke imponuar qeverin për votën tuaj, kemi arritur të ribëjmë një lidhje të fortë mes jush dhe vendit tonë. Tashmë, lidhja s'do jetë t'jesh shpirtërore, sepse ato e keni vetë, e keni krijuar vetë, e keni mbajtur vetë. Por, do të krijojmë një lidhje edhe më të fortë, sepse nga sot, nga data 11 maj që ju do të votoni, ju do t'jeni vendimtar në fatin e Shqipërisë tuaj, e Shqipërisë tonë. Dhe është koha e jonë. Tashmë është radha e jonë. Është radha e shqiptarëve diasporës. Sepse nuk ka asnjë komb në botë që të ketë më shumë se gjysmën e vetë jashtë trojeve gjeografike. Sot 3 milion e 700.000 votues janë në regjistrat e zgjedhjeve në Shqipëri. Por nga 3 milion e 700.000, 1 milion e gjys janë në Shqipëri. E gjithë pjesa tjetër janë pra në diasporë. Atëherë, nevoja është ulëritse. Nevoja jonë për të sensibilizuar çdo shqiptar në diasporë dhe për t'i thënë që është radha jote të vendosësh jo vetëm për fatin tënd dhe të familjes tënde në adhe, por për fatin e shoqërisë dhe Shqipërisë. Është radha jote me votën tënde të frenosh rrugtimin e Shqipërisë drejt Azgjikundit dhe ta rikthesh në atë rrugtim që kemi pasur ne ëndër dikur, rrugtimin drejt Europës. Unë jam i bindur që ju nga kjo ditë e sot me këtij takimi, deri më 4 mars, që është dita finale e regjistrimit të diasporës, nuk do të ndaleni asnjë moment, pa as më të voglin diskutim. Kanë krijuar problematika, bëjnë gjithçka në aspektet procedurale, për t'ja pamundsuar regjistrimin, për t'ja pamundsuar, por ju duhet të sensibilizoni çdo shqiptar në diasporë. Vota është akt madhor. Është koha që ai që ju përzuri nga Shqipëria sot të marrë përgjigjen dhe përgjigja do të vi nga ju. Ju përzuri nga Shqipëria, do ta përzini nga qeveria, do ta përzini nga pushteti. Partia Demokratike ka hapur një portal. Çdo njëri për jush që nuk e gjen veten tek portali KQZ-s dhe refuzohet prej tyre, regjistroni te Partia Demokratike.
tek portali saj, sepse ne do ta çojmë këtë betejë deri në fund. Çdo shqiptar duhet votoj pavarësisht pasaportës së tij. Çdo shqiptar që është tu, në Belgjik dhe në diasporë, pavarësisht se ka pasaportë shqiptare apo pasaportë belge, italiane, australiane, kanadeze apo amerikane, duhet të votoj. Duhet të votoj. Dhe duhet të votoj. I kanë zënë ethet vëllezër dhe motra. I ka zënë Tartakuti, banditët e Tiranës. Sepse kur shohin që kur shohin që diaspora kudo mirë pret Partinë Demokratike dhe Sali Berishën, ata i kap makthi, sepse e din që nga ju do t'i vi fundi. Menduan se ju larguan, menduan se ju përzun, dhe duke menduar se ju larguan, menduan se shpëtuan, është koha t'i kthejmë reston bandës së pushtetit në Shqipëri. Ne sot kemi paraqitur para shqiptarëve një program nga më të mirët që ka padur historia e demokracisë shqiptare. Partia Demokratike ka një program të serios dhe ka një vendosmëri të palëkundur për ta nxjerrë vendin nga kjo varfëri ku e ka zhytur regjimi i Edi Ramës, për ta nxjerrë vendin nga kthetrat e krimit organizuar dhe të mafjes shqiptare dhe ndërkombëtare. Ne jemi të vendosur që të kthejmë në pushtet një qeveri për shqiptarët dhe jo për qeveritarët, siç ka qenë sot e 12 vjet. Me 11 maj, vëllezër dhe motra, ju keni dorë të sillni në pushtet Partinë Demokratike, qeverinë që bën të mundur ndryshimin e Shqipërisë dhe rrugtimin e saj. Ju keni dorë me votën tuaj të sillni në pushtet Partinë Demokratike që do të ketë një qeveri që do ju shërbej familjarëve tuaj, nënave dhe baballarëve tuaj në Shqipëri, që ka një program që do ta mëkëmbë atë vend ekonomitë e çdo familje në Shqipëri dhe do t'i kthej Shqipërisë dinjitetin e nëpërkombur për 12 vite. Qeveria e Partisë Demokratike nesër në pushtet do të vendos minimumin jetik 200 euro. Nuk do të ketë familje shqiptare. Pak të minimum jetik. Nuk do të ketë më që derrat e dhjamosur të pushtetit të zhyten në lucën e arit atje dhe qytetarët shqiptarë të jenë pa bukë dhe të presin që t'i mbani ju me bukë. Nuk do të ketë student që nuk do të ketë bursë 200 euro në muaj. Sepse nuk duhet ju të paguani për shkollimin e niprave dhe mbesave tuaja në Shqipëri, por duhet ju paguaj qeveria shqiptare. Nuk do të ketë rrogë minimale nën 500 euro. Nuk do të ketë rrogë mesatare nën 2500 euro, nën 1200 euro. Dhe të gjitha këto janë premisa për një ringritje të fuqishme të Shqipërisë tonë të dashur. Shqipëria, vëllezër dhe motra, i ka të gjitha mundësitë. Shqipëria jonë i ka të gjitha resurset. Ajo është vend i bekuar, por ajo nuk ka ecur dot këto vite, se ka një qeveri të mallkuar që ju me votën tuaj do ta hiqni dhe do riktheni atë qeveri që meritojnë shqiptarët. Dashur miq, ju jetoni dhe punoni këtu në zemrën e Bashkimit Evropian. Vota juaj për ndryshim në Shqipëri ka vlerë dyfishe, pasi ajo ka mesazhin politik jo thjesht të ndryshimit, por edhe të ndëshkimit
të bandës së pushtetit, ka mesazhin politik brenda, të rikthimit në pushtet, të asaj force politike që lindi mbi ëndrat europiane të shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Dhe të asaj force politike që në 34 vite bëri më shumë se kushdo për të afruar Shqipërinë me Brukselin dhe me Bashkimin Evropian. Ndaj, vëllezër dhe motra, ju lutem, kontaktoni çdo të njohur që keni këtu në Bruksel, në qytetet tjera të Belgjikës. Kontaktoni çdo të njohur që keni kudo në diasporë. Trokisni në çdo derë. Sensibilizoni çdo qytetar. 11 maj është shansi historik, jo vetëm i joni, por i gjithë Shqipërisë dhe shqiptarëve. 11 maj është mundësia e madhe e një ndryshimi dhe ne do ta bëjmë realitet atë. Ta bëjmë të mundur, vëllezër dhe motra, ndryshimin për prindrit tuaj, për të afërmit tuaj, për familjarët tuaj, për miqtë tuaj. Ta bëjmë ndryshimin të mundur për Shqipërinë, për shqiptarët. Atë e keni në dorë më shumë se kushdo dhe herë them ju shqiptarët e diasporës, Zoti ju bekoft ju, shqiptarëve të Belgjikës dhe të diasporës, Zoti e bekoft Shqipërinë tonë, fitore dhe vetëm fitore. Më të detajuar, ju lutem, regjistrohuni dhe bisedoni me çdo njëri. Janë 120.000 shqiptar në Belgjik. Po shikoja portalin parëmbrëm 532. Këtu jemi 1.000 shqiptar jemi këtu. Vetëm këtu janë 1.000. Sikur çdo njëri për jush të sensibilizoj 10 të tjerë, sikur çdo njëri për jush në telefonin e tij të ketë mundësi të bisedoj dhe të sqaroj me 10 apo 100 të tjerë, ne ja ku e bëm ëndrrën tonë realitet. Mos neglizhoni, ju lutem. Vota juaj do të bëj ndryshimin. Faleminderit. Faleminderit të gjithë për pjesëmarrjen. Përpas ta mbyllim, ju lutemi edhe një herë, regjistroni. Rovca Berisha.